podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Exclusive 1, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Sot do diskutojmë magjërsisht për banat të cilat përdoren për problematikat e ndryshme të stomakut dhe për këtë kam të ftuar kolegen time, magjistre e farmacisë Zeynep Besherifi. Përshëndetje dhe mirë se erdhën në Glowcast. Përshëndetje, mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Zeynep, sa vite ka që punon banatore? Unë punoj tash 17 vite në banatore. Do të thonë që nga koha e përfundimit të studimeve deri më sot jam në banatore. Cilat janë banat më të shpeshta për stomakun që kërkohen banatorët e ti? Banat më të shpeshta për stomakun që kërkohen zakonisht në banatore, padyshim se janë omeprazoli, pantoprazoli, pastaj antiacidet e ndryshme kërkohen, laksativët e ndryshëm, çajrat, si dhe bisakodil, dutkollaks, këto dihet. Gjithashtu edhe probiotikët, për to ka një kërkesë varësisht nga sezona. E cilat janë ankesat më të shpeshta që i kanë lidhje me stomakun? Ankesat zakonisht pacientët që i kanë me stomakun janë, do me thonë, refluksi gastroezofageal, aciditeti i theksuar në logth, si dhe probleme me konstipacionin. Këto janë 3 ankesat kryesore të pacientëve që i hasim ne më tepër në banatore. Na e dim që shumica e kërkesave banatore për banat për stomakun vijnë pa recetë. Po. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i bojnë pacientët në lidhje me këto bana? Kur është fjala për banat që kërkohen për stomak, gabimet më të mëdha që i bëjnë pacientët janë që terapinë që ka dhënë mjeku vazhdojnë ta marrin pafundësisht. Do me thënë, shkojnë një herë për të mjekuar për probleme me lukthin, marrin një terapi ose për Helicobacter pylorin dhe e vazhdojnë atë terapi edhe më tutje pa u konsultuar dhe pa u rikontrolluar pra te mjeku. Kjo është ndër gabimet kryesore, ndërsa e dyta është, do me thonë, i ka bo mirë dikujt dhe me atë nisen dhe kërkojnë bana për lugth, pastaj bana për konstipacion, probleme të tjera, fryerje, gazra e të tjera. Këto janë zakonisht gabimet që i bëjnë pacientët duke ardhur tek ne në banatore duke kërkuar këto bana pa rekomandim të mjekut, pa u kontrolluar tek mjeku dhe pa e ditur arsyen se ndoshta nuk është arsyeja kryesore e dhimbjes së lukthit, një problem me lukth, mund të jenë ndonjë arsye tjetër që i shkakton probleme të tjera me lukth ose edhe me zorët. Kur është momenti që një farmacist me i thonë pacientit nuk po ta shasni produkt ose s'po ta jap, se na e dim që shumica atyre janë produkte me banderol, ka edhe të tilla si probiotikët që nuk kanë, po kur duhet mos me shit? Zakonisht kur ne duhet të mos ja japim pacientit një medikament është kur kur ne pyesim ka edhe shqetësime të tjera, do me thonë thjesht nuk është vetëm një dhimbje e thjesht lukthit, do me thonë dhimbja ka filluar qysh mati, mund të ndoshta është përcjellur me ndonjë gjakderdhje në zor, ndoshta ka të vjellura afatgjata pacienti, do me thonë këto janë disa pyetje që ne duhet ja bëjmë pacientit për të mos ja dhënë një X medikament. Unë zakonisht në banatorën tonë nuk preferoj të jap medikamente në këtë raste, por gjithmonë shkoj me ndonjë probiotik ose me ndonjë zgjidhje, me ndonjë antiacid më të lehtë dhe e këshilloj pacientin që të drejtohet tek mjeku me patjetër për të ditur arsyen se pse ka ardhur deri tek ajo dhimbje. A është e sigurt me i përdor banat kundër aciditetit për kohë shumë gjatë? Asesi nuk është e sigurt përdorimi afatgjatë i medikamenteve për lukth, për arsye se lukthi jonë është i programuar që të liroj acid dhe me këtë aciditet të lukthit tretet dhe bëhet përthithja e ushqimit, do me thënë ushqimi zbërthehet më lehtë. Për këtë arsye nëse ne e bllokojmë vazhdimisht acidin në lukth, ne do të kemi mungesa në shumë nutrient, duke përfshirë këto vitaminat e ndryshme, vitamin B12, hekurin, mineralet e ndryshme e të tjera.
Çfarë pyetje duhet mi bo farmacisti një pacientit para se me vendosë qysh me vepru ma tutje për problematikat e stomakut. Kur ata vinë edhe thonë kam një problem, po më dham lukthi zakonisht thonë krejt shqiptarët, çfarë pyetje shoqëruese duhet me bo një farmacist për me kuptu sakt çka me rekomandu? Zakonisht pyetja e parë që unë i bëj pacientit është se për kënde ki këtë medikament, do me thonë sepse shpesh tek ne pacientët marrin medikamente për dikë tjetër, për këtë arsye unë dua që të di se kujt i shkon medikamenti. Ndërka sa i përket pyetjeve që duhet t'i bëj unë si farmaciste kur është problemi me lukt, atëherë së pari që so ka filluar kjo dhimbje, do me thonë sa ki ankesa me dhimbje të lukthit, a ki ndonjë simptom tjetër që të bashkangjitet, mos ke ndonjë problem me diareja, shqitje, do me thënë ose të vjellura, këtu janë pyetje që zakonisht duhet t'i bëj një farmacist para se t'i rekomandoj që të marr një medikament të saktuar ose edhe ndonjë suplement për stomak. Qysh ndikon ushqimi në efektin e banave të stomakut? Nuk e di atë ka ndodhur me punu për festa, e kom fjalën për këto festa që na hajmë shumë ushqim si Bajrami, viti i ri. Të nesërmen ki full kërkesa ose çat ditë mas dite ki shumë kërkesa që kanë të bëjnë me luktën. Zakonisht ushqimi ndikon dukshëm kur është fjala për marrjen së bashku me medikamente, sepse ndikon në përthithjen e tyre automatikisht. Për shembull tek një person që konsumon alkool ose kafe ose pije të gazuara vazhdimisht, tek ky person aciditeti i luktit rritet dhe për këtë arsye edhe medikamenti nuk vepron njësoj si tek një person që nuk ka ngrënë këto lloj ushqime, për shembull edhe ushqimet e yndyrshme, ushqimet e procesuara, çokolata, këto të gjitha ndikojnë që lukthi të mos, do me thonë medikamenti të mos mund të ndikoj në mënyrë efektive në lukth. Në çfarë orari duhet me marr banat e stomakut? Para apo pas, a me parandalu dhimbjen, a me prit me të dhimbte mandej me marr? Banat e stomakut, sidomos inhibitorët e pompës protonike duhet të merren patjetër para ushqimit. Kjo është sepse ne sapo të zgjohemi fillon lukthi të prodhoj acid. Gjithashtu edhe para çdo ushqimi, lukthi, do me thonë sapo të fillojmë ne të konsumojmë ushqim, lukthi fillon të prodhoj acid. Për këtë arsye ne rekomandojmë që 30 minuta ose 1 orë para ushqimit të marrim inhibitorët e pompës protonike si omeprazolin ose pantoprazolin, me qëllim që në momentin kur fillojmë të ushqehemi, medikamenti të arrijë në gjak dhe të inhiboj pompat protonike në lukt dhe të mos lirohet, do me thonë acidi që neve na ngacmon. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të merret medikamenti i cili përshkruhet nga farmacisti 30 minuta para bukës të merret saktësisht 30 minuta para bukës. Për ata që nuk e dinë cilët janë inhibitues të pompës protonike, çish i njohin pacientat? Inhibuesit e pompës protonike janë 3 ose 4 që zakonisht shkojnë më tepër në banatore. E para është padyshim omeprazoli, i cili kërkohet edhe vet nga shumë pacient, pastaj pantoprazoli, esomeprazoli, lansoprazoli, rabeprazoli e të tjera, këto janë kryesoret që kërkohen më tepër në banatore. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i ke vrejtë pacientët sa i përket dozimit? Sa i përket dozimit, pacientët zakonisht kur fillojnë të marrin një medikament për lukth, ndodh që medikamenti nuk mund të ndikojë menjëherë. Do me thonë i duhen 2-3 ditë për të ndikuar dhe ai fillon ose e rri dozën vetvetiu, për shembull një medikament që përshkruan 1 herë në ditë, e pin 2 herë në ditë, ose thot nuk po m'bën hajër pantoprazoli, peshtojun edhe omeprazolin që kom përdor ma herët dhe i kombinon 2 medikamente për lukt njëkohësisht, ose ka edhe pacient që e marrin edhe një famotidin ndonjëherë, kështu që kjo më tepër vrehet tek pacientët që bëjnë gabime me dozat. Do me thonë shumica nuk i respektojnë udhëzimet. Jo asese, udhëzimet leqisi respektojnë, por edhe si ndëgjojnë ndonjëherë. Sa është e rëndësishme ora kur merret një bari caktuar?
Për medikamentet e luksit, në qoftë është fjala, është shumë e rëndësi. Do me thonë, kur përshkruhet medikamenti që të merret në mëngjes, duhet patjetër që të merret në mëngjes. Për shembull, omeprazol, pantoprazol duhet të merret patjetër në mëngjes për të penguar, do me thonë, lirimin e acidit në lok. Por në raste të, për shembull, e antiacideve, zakonisht to shkojnë pasi që të kemi ne simptome, ose do me thonë me njëherë pas ushqimit, ose vetëm kur kemi simptome, nuk është e caktuar me kohë, mund të miren 2-3 herë brenda ditës, ndërsa kur është fjala për shembull për famotidinën, si antihistaminik, ajo mund të miret në mbrëmje për shkak se histamina më tepër lirohet në mbrëmje, kështu që veprimi i medikamentit që merret, do me thënë në mbrëmje, është më i mirë. Çka me bua ata personat që kanë një terapi e cila duhet më marr patjetër esëll? A me pitë parën atë terapin apo me pitë parën omeprazolin, pantoprazolin? Po këtu ndryshon nga medikamenti që ka me marr pacienti. Për shembull, një person që ka me marr levotiroksin, levotiroksina është primare për atë dhe duhet të merret patjetër levotiroksina e para. Do me thënë, sapo pacienti të zgjohet, duhet të marrë levotiroksinën. Dërsa omeprazolin ose pantoprazolin vetëm në qoftë se është e përshkruar nga mjeku, atë duhet ta marrë së paku 2 orë larg levotiroksinës. Kur është fjala për levotiroksinën, për shembull në qoftë se personi ka produkte të hekurit, suplemente të hekurit, gjithashtu edhe kjo vlen njëjtë, do me thënë 2-3 orë pas omeprazolit duhet të merret. A ka ndërveprime mes banave për stomakun edhe banave tjera? Po, ka shumë ndërveprime në mes të banave, do me thonë të stomakut, si dhe medikamenteve të tjera, ndër këtu përmenda edhe më herët levotiroksina, është shumë e rëndësi. Pastaj, do me thonë omeprazolin ndikon në inhibimin e pompës protonike, që ka dhe më herët, dhe kjo pengon aciditetin. Aciditeti është nevojshëm për disa produkte, për shembull për përthithjen e hekurit, për marrjen e vitaminave, mineraleve të tjera, për këtë arsye ndikon negativisht në përthithjen e tyre. Pastaj dua ta cekë për shembull klopidogrelin dhe omeprazolin. Omeprazoli e bllokon direkt klopidogrelin, nuk preferohet të merret nga një pacient që merr klopidogrel, në këtë rast duhet të shkohet me pantoprazolin për shembull. A çka duhet me ditë një pacient para se me përdor probiotik? Një pacient para se me përdor probiotik duhet me ditë se pse pe përdor probiotikun. Sepse probiotik ka shumë dhe përdoren për gjëra të ndryshme. Për shembull, mund të marrë një probiotik për zorët e irrituara, mund të marrësh një probiotik për fryrje, gazra, për shembull lactobacillus acidophilus zakonisht preferohet në këtë rast. Në qoftë se pacienti ka kaluar një terapi me antibiotik ose është duke përdorur për momentin antibiotik, atëherë për shembull preferohet maja Saccharomyces boulardii. Në qoftë se pacienti për shembull ka infeksione vaginale, atëherë përdoren lactobacillë të tjerë, rhamnosus, reuteri e të tjera. Do me thonë qëllimi është kryesor se për çka i pacient don ta marrë atë probiotik. Edhe një element tjetër është që e presin rezultatin shumë shpejt. Probiotiku do të më përdor pak më gjatë. Se kom vrej që ata presin nëse vjen për shembull për fryrje të stomakut, për atë që mas gjysore ka më bu rrash. Mrekulli, po. Probiotik është një produkt që do të më përdor pak më afatgjatë. Po. Kur është fjala për këto, do me thonë për fryrje gazra, ndonjëherë ndodh që probiotiku reagon ndoshta mas 3-4 ditë ose një javë, për këtë arsye edhe ky probiotik duhet të përdoret pak më gjatë. Për shembull, lactobacillus acidophilus, kur është fjala për gastrit kronik ose IBS e të tjera, terapia shkon më gjatë. Nuk është një probiotik që përdoret 2-3 ditë dhe të lihet se pacienti nuk pas ka pas efekt. Do me thonë, është kryesore dhe shumë e rëndësishme që të vazhdohet terapia të përdoret. A duhet me marrë probiotiku për mirëmbajtje ose parandalim çrregullimit të florës? Varet nga personi, do me thonë, në qoftë se një person zakonisht ka probleme gastrointestinale ose ka probleme me fryrje, gazra, ka probleme me kapslëk, atëherë mund të marrë her pas here probiotik për të mirëmbajtur zorët, për të mirëmbajtur florën
do me thonë e Bakterieve të mira. Po, bakterieve të mira, ndërsa në qoftë se pacienti është përshkruar nga mjeku që të marrë një periudhë të saktuar kohore, atëherë shkohet vetëm gjatë asaj periudhe preferohet të merret. Nuk e dija ke vrit veç te terapia e helikobakterit. Shumë njerëz ndërprejnë probiotikon ditën që përfundon terapia me antibiotik. Edhe nuk e din që du të me vazhdu edhe pak ma gjatë. Do të thonë aty ju shkruan taman recet në terapi, kaq ditë është antibiotiku, vazhdoje probiotikon ose vazhdoje pantoprazolin. Po. Edhe nuk e vazhdojnë. Tash unë nuk e di për recetat këto në Prishtinë, po për recetat që unë shoh në Gjilan, nuk kam shumë raste kur pacientit për helikobakter pylori i përshkruhet edhe probiotik. Shumë rrallë do. Do me thënë shumë është e rrallë, fatkeqësisht është e rrallë. Unë kam dëshirë që mjekët të përshkruajnë krahas antibiotikëve gjithmonë probiotik, por ajo që thua ti është e vërtetë, sepse pacientët sa po të ndihen më mirë, lojnë barnat në gjysë, do me thonë nuk e vazhdojnë terapin, edhe pse probiotikët sidomos duhet të vazhdojnë më gjatë në qoftë se terapia ka qenë me antibiotik, sepse rikuperimi i florës së traktit gastrointestinal nuk mund të bëhet brenda 2-3 ditëve, do me thonë duhet një kohë më e gjatë që të merret probiotiku me qëllim që të kthehen bakteriet e mira në zorët tona. Për çfarë arsye i kërkojnë mas shumë ti probiotikët në barnatorët e te? Zakonisht probiotikët më së tepër mi kërkohen në sezonën kur fillon vera, kur fillon sezona e gripit, do me thonë të diares, të vjellurave, ende populli jon nuk është aq i vetëdijshëm, do me thonë për të kërkuar vetë probiotik për ndonjë qëllim të saktuar. Zakonisht kur kam probleme me diare ose me të vjellura, atëherë kërkohen më së tepërmi. Diarea e udhëtarit është një fenomen i njohur, dhe me thonë kur personi udhëton edhe shkon me një vend tjetër. A duhet me marrë në këto raste probiotik me vete? Pa tjetër që duhet. Unë jam nën dhe asnjëherë në pushime, do me thonë që 12 vjetë, nuk kam shku pa probiotik me veti, bile preferohet që probiotikët me u fillu, me u përdor ndoshta 3-4 ditë para se të shkoni në udhëtim, për shkak se në udhëtim dije ndryshon ushqimi, ndryshon ndoshta uje, ndoshta edhe fëmia duke notuar gëlltit ujë aty dhe ai uji nuk është shumë i pastër, mund të ketë feqe dhe për këtë arsye shumë fëmijë kanë probleme me jashtëqitje gjatë udhëtimeve, për këtë arsye rekomandohet patjetër që të kenë përpos probiotikëve gjithashtu edhe tretje, do me thonë ORS me veti, me qëllim që të kalojnë sa më lehtë, ndoshta nuk ka nevojë që të shkojnë as edhe te mjeku. Na krejt pedim ndikimin e rrjeteve sociale sot në shoqërinë krejt sferat. Sa shpesh ndodh me ardhi dikush me kërku produkte me foto ose me rekomandimet Instagramit ose TikTokut? Nuk mund ta cekë ashtu nga TikTok ose nga Instagram. Kohët e fundit për shembull kërkohen vitamina që shtojnë peshë, shihen një foto me vitamina dhe me pretendime se kjo vitamin mua do të më shtoj 5 kg vi në barnatore kërkojnë. Pastaj kërkohen solucione të ndryshme. Për shembull, për mykthonjve, kremat e ndryshme të cilat nuk dihet se ku e kanë origjinën, domethënë ku përgatiten ato, fatkeqësisht populli jon ende nuk e din se ku duhet të merret medikamenti, domethënë i besojnë faqeve të ndryshme dhe kjo nga ana ime nuk i rekomandohet një pacientit asesi që të marr këtë medikament ose këtë krem ku ta dijon, domethënë medikamenti duhet të merret vetëm në barnatore, sipas mendimit tim, ose nga një faqe e besueshme, që ka ndonjë faqe, domethënë të besueshme në internet. Unë e kom vrejt që të na në Kosovë, nëse një produkti çfarë do qoftë që ja shkruan homemade, shqiptarët e blejnë pa hezitim. Do me thonë mjafton mi shrujt homemade edhe mas pari ka produkte që nuk lejohet hiç me u përgatit në kuzhinë, që janë kremat për shembull ose produkte tjera që kushtet e përgatitjes janë ato që i përcakton laboratorët dhe janë krejt ndryshe prej kuzhinës ti në guxon me përgatit një produkt aty ku hambuk. Janë krejt ndame, me tarë inspektoratin në laborator me të pa që ti po hambuk aty ose ke lënë ushqime ose ushqimet në banatore që i vendosin në frigorifer bashkë me ti merr dënim.
Po. Edhe dënosh, ama njerëzit e blejnë direkt si ta shohin që po shun homemade. Ti merresh edhe me rrjetet sociale, poston për mbajtje edukuese edhe veç, që verifikon një informacion para se me postu. Ndonjëherë ndodh që ndonjë video e tjetër kujt e ndonjë profesionisti të bëhet virale, por unë gjithmonë, do me thonë e shikoj videon, nëse më pëlqen, se për shkak ka folaj, hi edhe shikoj, do me thonë, i shikoj burimet, se nga kanë ardhur këto burime dhe a bazohet në shkencë, do me thonë, asgjë nuk publikoj në qoftë se nuk e kam lexuar, pastaj e shkruaj, e kombinoj dhe atëherë vendos që ta bëj një video sipas burimeve të cilat veç se i kam pak a shumë i kam studiuar. Kur thojnë njerëz 30 sekonda reel, për video tona, nuk e din që na përveç se i kemi 5 vite fakultet, i kemi lexuar minimum edhe një 300 studime, tjera të pavarura para se me postu një video, se na nuk postojmë për mbajtje të tilla. E janë me mua ta provojmë këta. Duhesh me u menu shumë çka po fol para se me postu, ose të paktën shkruaj çdo shkret, edhe pse unë po shoh njerëz që folin edhe këtë edhe për kolegëve jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri, ose që postojnë banatoria nuk është dance floor, as nuk është teatr me lujt palaqën për views, as nuk është me bo vallëzime sensuale, me tërheq njerëz ose me shujt veç për mi u bashkangjit një trendit. Unë e kom të pa një kolege që i qumë pacienta toksik. Na e dim që na krejt përballemi me lloje të ndryshme njerëzve, secili njeri në çdo punë. Ndodh që dush me thirr policin, ndodh që dush me thirr sigurimin, po gjithçka mbi të brenda banaturës, sepse në atë moment ai ka qenë pacient edhe me qujt një farmacist pacientin toksik, është si me dal psikiatri me thon pacientit budall. Është komplet jo etike, as për hajgare, as për seriozisht. Mbaj rastet që kanë ndodhur aty brenda, nëse ki diçka edukative që ke nxjerr prej asaj pune, mundesh me i informu tjerët, po në mënyrë shumë të kujdesshme, dhe mund pengon shumë kjo egzagjerimi. Ma e keq është që ata as nuk sillin shitje. Po. Ai nëse vjen një person që pse ti ke bëni përmbajtje të papërshtatshme, mundet me bli një diçka që kushton 20 cent, edhe s'jash syt më kurr, veç që ke qit veten në një pozitë shumë palakmueshme. Unë jam shumë pro që profesionistat e këtij fusha me qenë prezant në rrjetet sociale, se pse mos me eduku. Mirë, po jo mi unë bashkangjit trendeve koti, ose të paktën mos u paraqit si farmacist në atë faqen ku ti po don me lujt palaqën. Se mandej po lypim me na trajtu si profesionist, e na nuk po sillem vetë si të tillë. Kur po thom na, po thom disa persona. Po qysh mundet një person që është laik në këtë punë me dallu informacionin e sakt prej marketingut thjesht? Tani, informacioni i sakt nëse i jepet nga profesioniste, për shembull në këtë rast nga farmacisti, mjeku, nutricionisti, unë mendoj se ai ka përgjegjësi të jap informacione të sakta. Do me thonë të tregoj efektin e një X suplementi që e tregon, por të tregoj edhe efektet anësore të tij. Do me thonë një influencer, qoftë farmacist apo çka do qoftë, duhet të tregoj të gjitha të saktat që i ka për atë produkt. Do me thonë të bazuara në shkencë. Marketingu tani ka marrë një formë ke ndryshe. Një video e cila fillon, për shembull, ju duhet ta merrni patjetër këtë, do të humni 4 kg pesh, ose për shembull do të dobësoheni me berberinën ose ku ta diun, këto janë pretendime koti. Do me thonë, këtu duhet ta shoh pacienti se kjo video nuk është një video që ka për qëllim edukim. Kjo video ka për qëllim vetëm shitjen e atij produkti. Do me thonë, këtu duhet të di të bëj krahasimin ai që e shikon videon, sepse ka shumë dallim në mes të një profesionisti kur tregon diçka dhe një jo profesionisti. Unë mendoj kështu. Me tregu drejtën, unë kom pa edhe kolegë farmacist që e prezentojnë produktin i cili realisht është dashur përdor me recetë në formë të shitjes totale, dhe kur ja kom pa ku me gjet, ka qenë fjala për një krem edhe ndyrë që na krejt e dim që ka antibiotik me kortikosteroid, edhe lyp çdo 2 njeri. Edhe mënyra që ka prezantuar mas pari që ilaçet me banderol është ndaluar me u reklamu. Mundesh me fol si substancë, po nuk mundesh me qit produktin me emër tregtar. Kombinimin mundesh, po mënyra që ka prezantuar, i kom pa krejt komentet e ku me gjet. Edhe që kjo për shembull për mua ka qenë një shkelje, një ndër shkeljet që i kom pa, dhe nuk më ka ardhur as pak mirë, se mandej qysh ka filluar me humb besimin te influencerët, edhe njerëzit nuk
kanë fillu me ra, mos me marrë shumë parasysh, ka me fillu mandej edhe humbja e besimit të na. E s'është që na besojnë mas shumë tim botë edhe ashtu, non stop thojnë foljon me mjekun, e nuk është që po i bojnë mirë as vetes as profesionin përgjithësi. Cili është roli këtu i farmacistit në edukim të pacientëve? Për sa i përket marketingut apo Në përgjithësi. Farmacisti ka një rol shumë të rëndësishëm sa i përket edukimit të pacientëve, pasi që ne kemi të bëjmë me pacientë të ndryshëm. Kemi të bëjmë me pacientë të cilët marrin informacione shumë lehtë dhe të besojnë, domethënë, por kemi edhe pacientë të cilët neve nuk na besojnë dhe nuk kanë dëshirë, domethënë, ti dëgjojnë ato që i themi ne, duke thënë se ti nuk e din, unë e pyes mjekun siç the edhe ti, por gjithmonë ne banaturja është një vend ku vjen lloj-lloj pacienti, domethënë për këtë arsye ne duhet të merremi me pacientin me qetësi, t'i shpjegojmë për efektet anësore, t'i shpjegojmë se kur duhet të merret ose kur nuk duhet të merret X medikamenti, ti shpjegojmë atij se në qoftë se ka ndonjë reakcion të drejtohet tek ne ose tek qendra më e afërt, domethënë kjo është në përgjithësi që pacientët të dinë se ku duhet të drejtohen në momentin që kanë ndonjë shqetësim me X medikamentin që janë duke e përdorur. A cila është këshilla jote kryesore për pacientët sa i përket banave të stomakut? Këshilla jam kryesore sa i përket banave të stomakut është që të mos marrin bana për stomak pa rekomandim të mjekut asese e para, të mos e vazhdojnë të përdorin atë, domethënë pa rekomandim të mjekut, sepse ka raste kur mjeku, për shembull te gastriti kronik ose te ulcera, mjeku rekomandon që medikamenti të vazhdohet të përdoren ndoshta 2-3 muaj, në atë rast ajo përjashtohet, por çka duhet të them është ajo se nuk duhet të merret një medikament, qoftë i stomakut, qoftë tjetër, pa rekomandim të mjekut. Këtu është fjala për medikamente të cilat jipen me recetë. Për këtë arsye, vendi i parë ku duhet të konsultohen, të marrin këshilla, të jetë banatorja. Prej cilës mosh lejohet me u përdor banat e stomakut, se kohëve të fundit ka rastisë që me ardh prindje dhe me thonë për fëmijët e shkollës fillore shumë të vegjël, a mund është diçka për luktin se ka test dhe ka shumë stres. Edhe që kjo më ka ndodhur. Zakonisht banat për shqetësime të stomakut tek fëmijët ka raste kur jipen që nga foshnja, domethënë, por këto shkojnë vetëm me recetë. Me indikacion. Po. Për shembull, omeprazolli ka raste kur jipet nga mosha 1 vjeçare me rekomandim të mjekut, antiacidet mund të jipen që nga mosha 6 vjeçare, gjithashtu me rekomandim të mjekut. Për këtë arsye, pa pasur indikacion, nuk duhet të shkohet dhe të merret në banatore një medikament veç pse fëmia ka ndonjë stres për shembull. Duhet të pyetet se pse i dhan barku për shembull fëmijës, sepse shpesh shkaktar i dhimbjes së barkut është edhe stresi. Domethënë duhet të pyetet se a ka pas ndonjë jashtëqitje, a ka pas të vjellura. Në këtë rast mund të shkohet me ndonjë probiotik të lehtë deri në shërim, përndryshe nëse fëmia ka shqetësime më të mëdha, atëherë pacientit i rekomandohet që të drejtohet tek mjeku. A lejohet përdorimi i banave për stomakun në shtatzani dhe gjithënjë? Përdorimi i banave për stomakun nuk lejohet në shtatzani pa rekomandim të mjekut, ka raste të cilat përjashtohen normalisht. Por këto bana të cilat zakonisht njerëzit janë mësuar t'i kërkojnë në banatore, asesi nuk lejohet të merren pa rekomandim të mjekut ginekolog. Për shembull laksativet të ndryshëm si dulkolaksi ose çajrat e ndryshëm, për shembull Sena, Alkalax e të tjera, asesi nuk duhet të merren në shtatzani, pasi që mund të shkaktojnë kontraksione dhe të bëjnë domethënë ndonjë veprim të papritur për foshnjë, si dhe për nënën. Gjithashtu edhe në gjithënje nuk rekomandohet marrja e medikamenteve për luks, si dhe medikamenteve të tjera pa konsult me mjekun, sepse dihet që nëna si në shtatzani, si në gjithënje, çdo gjë që konsumon shkon tek fryti.
Dhe një pënar dhe në fund bisedës tonë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë që erdhe dhe shpresoj që kemi mu pa prap. Faleminderit nga ju, edhe unë shpresoj gjithashtu. Faleminderit gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë epizod të radhës Glowcast. Deri në epizodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Exclusive 1, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil.